Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me lejen e Allahut madhruar, të nderuar vëllezër dhe motra musliman, në mësimin ton, ku e lusë Allahun subhanahu wa taala që na japi sukses. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Fragmente nga jeta e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Folëm në mësimin e kaluar për ruajtjen që Allahu i madhruar i bëri të dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe përpara se të shkojmë këtë tema, fillimi i shpalljes dhe si ka ardhur shpallja të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, do bëjmë 2 ose 3 mësime në lidhje me disa ngjarje të cilat kanë ndodhur përpara shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç janë paralajmërimet që ndodhen nga xhinët dhe lajmet në lidhje me të. Do të themi edhe tekstet e shkruara dhe fjalët që u përcollën në këtë kohë nga dietarët e xifutëve dhe dietarët e nesarave. Dhe me lejen e Allahut vazhdojmë. Pra, kemi thënë në historinë e dërguarit ton të dashur, më të mirit të njerëzimit është që Allahu i madhruar e dërgoi atë në Mekke. Allahu azza wa jall thot: Inna awwala baytin udiya lin-nasi ila alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Me të vërtet, faltoria e parë e ngritur për njerëzit është ajo në Bekke, e bekuar dhe udhërrëfyese për popujt. Në të ka shenjat e qarta vendi i Ibrahimit, kush hyn në të është i sigurt. Pra vizita e kësaj faltore është detyrë për çdo që ka mundësi që rrugën ta përballojë. Dhe siç e kemi thënë, në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, nga Abu Dharr el-Ghifari, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: Qultu ya Rasulallah, ayu masjidin udiya awwal? O i dërguari i Allahut, cila xhami, cila faltore është bërë para? Qala al-Masjidul Haram, tha xhamia el-Haram, pra xhamia e Mekës. Qultu thumma ay, kush më pas? Qala al-Masjidul Aqsa, xhamia el-Aqsa, që do të thotë xhamia e largët nga Mekka. Qultu kam bainahuma, sa ishte koha mes tyre? Qala 40 sana, tha 40 vjet. Pra, thotë Sheikh Albani këtu, thotë kemi folur thotë për këtë, dhe xhamia Aqsa është themeluar nga Israili, pra nga Jakubi alayhi salam, ai vuri themelet. Dhe në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna hadha al-balad harramahu Allahu yawma khalaqa as-samawati wal-ard
fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyamah. Ky vend e ka bërë Allahu haram ditën që krijoi qiellin dhe tokën, dhe ai është haram me haramin e Allahut deri në kiamet. Pra nuk është si vendet e tjera në të, disa gjëra janë të ndaluara dhe siguria duhet të jetë nga njerëzit, pra duhet të mbajnë sigurinë, kanë detyrë dhe haram të prishin qetësinë në të. Në Sahihun e Buhariut, në hadithi Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, vjen domethënë hadithi gjatë ku përmendet historia e ndërtimit të Kabes nga Ibrahimi alayhi salam, duke e ndihmuar në të djali i tij Ibrahimi, pra u ndihmua nga djali i tij i madh Ismaili alayhi salam. Dhe Ismaili është djali i madh dhe është ai njeri që Allahu subhanahu wa taala e vuri në një pozitë jashtëzakonisht të lartë, kur të dy ata zbatuan urdhrin e Allahut. I pari Ibrahimi alayhis salam, që është Khalilur Rahman, i dashur dhe miku i afërt i Allahut, kur urdhërua që të therrë djalin e vet, dhe nga ana e Ismailit që ishte i durueshëm, derisa Allahu azza wa jall i tha e shleve detyrën tënde. Pra, pse i përmendëm këto? I përmendëm për të parë që mas Ibrahimit alayhis salam, Allahu dy djemtë e tij, Ishakun, pra Israilin, dhe Ismailin, i ka bërë që nga këta të dy të rrjedhin dy popuj. Populli i Beni Israilve, që të gjithë pejgamberët deri ke Isai alayhis salam ishin nga kjo prejardhje. Dhe i fundit, por i dërguari më i mirë, është nga prejardhja e Ismailit alayhis salam. Dhe u mbyll ardhja e të dërguarve me të dërguarin ton të fundit. Allahu qoftë Allahu pra salati dhe selami qoftë për ta. Tani këto një minutë. Atëherë nga Muhammed ibn Ishaq, Allahu mëshiroft, ka thënë: ishin dietarët e jehudëve dhe dietarët e ruhbanët murgjit e nasarave dhe fallxorët pre arabëve që kanë lajmëruar për ardhjen e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam përpara se të dërgohej në kohën e tij. Për sa i përket dietarëve të jehudëve dhe ruhbanëve, murgjve të krishterë, kjo ka ndodhur për shkak të asaj që kanë gjetur në librat e tyre, për cilësinë e tij, për kohën e tij, dhe kjo pikërisht është tema që ne po flasim. Pra çfarë ka ardhur në librat e mëparshëm dhe çfarë ka ndodhur me xhinët dhe me fallxorët arab në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që themi për lajmet që na vijnë nga dietarët e jehudëve dhe nasarave, Allahu subhanahu wa taala thot ke surja Araf, dhe unë nuk po e lexoj arabisht për të mos u lodhur, do ta lexoj shqip 3 ajete. Ai që do t'i shikoj arabisht, le të kthehet ke ajeti 155, 156 dhe 157 të surës El Araf.
Atëherë, më pas Musai zgjodhi nga populli i tij 70 burra për takimin ton. Kur i goditi tërmeti, ai tha: "O Zoti im, sikur të doje ti, do t'i zhduke ata dhe mua që më përpara. Por a do ta shkatroj, a do na shkatroj për atë që bën disa mendjelet prej nesh? Ajo ishte veç një sprov e urdhëruar prej teje, për të shpërë në humbi atë që ti do dhe për të uzuar atë që ti do. Ti e mbrojtësi ynë, andaj falna dhe mëshirona, ti e më i miri i mëshiruesve. Na cakto të mira në këtë botë dhe në tjetrën, sepse veç tek ti ne kthehemi." Allahu tha: "Unë godas me dënimin tim këtë dua, ndërsa mëshira ime përfshin çdo gjë. Atë do t'ja jap atyre që ruhen nga gjunahet, e japin zekatin, atyre që u besojnë shpalljeve tona. Dhe atyre që ndjekin të dërguarin ton, profetin, pra që nuk di shkrim e lexim, të cilin ata do ta gjejnë të shënuar në shkrimet e tyre në Teurat dhe Injil. Ai do t'i urdhërojë ata të bëjnë vepra të mira dhe të ndalojë nga të këqijat, dhe do t'u alejojë të gjitha të mirat e do t'u ndalojë të këqijat, duke i liruar nga barrat e rënda dhe vështirësitë që kanë pasur. Prandaj ata që do ta besojnë përkrahin dhe nderojnë atë, duke ndjekur dritën që është zbritur me të, pikërisht ata janë të fituarit." Pra në këto ajete, ke surja Araf, Allahu i ka lajmëruar të gjithë të dërguarit që nëse vjen i dërguar i fundit, duhet ta besojnë dhe ta ndjekin atë. Siç thuhet tu, i dërguari analfabet, që nuk di shkrim dhe lexim. Në surën Muhammed, Allahu subhanahu wa taala thot: "Muhammedun Rasulullah." Muhamedi është robi i Allah, është i dërguari i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jo besimtarëve dhe të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata se si përkulen dhe bien në sejdë, duke kërkuar dhuntin dhe kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sejdës. Ky është përshkrimi i tyre në Teurat, ndërsa në Ungjil shembulli i tyre përshkruhet si një fare mbjell që lëshon filiza e forcohet e pastaj ngrihet e fortë me kërcellin e vet, duke i gëzuar mbjellësit, me qëllim që nëpërmjet tyre ai të zemërojë mohuesit. Për ata midis tyre që besojnë dhe kryejnë vepra të mira, Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të madh. Pra, ky ishte një ajet tjetër ku Allahu subhanahu wa taala tregon që cilësitë e këtij pejgamberi dhe umetit të tij gjenden në Teurat dhe në Injil. Në ajetin e surës Ali Imran, mos u mërzisni, domethënë, sepse të gjitha këto janë argumente dhe historia nuk është thjesht që njeriu të flasi, por se historia jon, historia islame, bazohet në argumente dhe në fjalë të sakta. Bazohet në fjalën e Allahut, në fjalën e dërguarit të tij, në fjalën e selefëve, sahabëve dhe atyre që i pasojnë të parë tanë të mirë. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina lamma ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalika isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin." Sura Ali Imran 81. Kujto kur Allahu mori beslidhjen nga të dërguarit, pra nga pejgamberët, dhe u tha:
çfarëdo që t'ju jap prej librit dhe urtësisë, kur t'ju vi një i dërguar vërtetues i asaj që ju është dhënë, pa dyshim që ju duhet ta besoni dhe ta ndihmoni atë. A e pranoni këtë dhe barrën që po ju ngarkoj? Ata u përgjigjen, e pranojmë. Allahu tha, bëhuni dëshmitar se edhe unë bashkë me ju jam dëshmitar. Pra këto ajete tregojnë që në librat e tyre gjenden argumentet e qarta për këtë të dërguar dhe për besën që Allahu i ka marrë të dërguarve, që kur të vi ky pejgamber duhet ta ndjekin dhe ta besojnë. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa akhadha alayhi al-mithaq. Nuk ka dërguar Allahu një pejgamber vetëm se i ka marrë besën atij. La in bu'itha Muhammadun wa huwa hayy, nëse dërgohet Muhamedi dhe ai është gjallë, la yu'minunna bihi wa la yansurannahu. Do t'i besoj atij dhe do ta ndihmoj, ta përkrahej. Wa amarahu an ya'khudha ala ummatihi al-mithaq, dhe ka urdhëruar që të marrë besën nga ummeti i tij. La in bu'itha Muhammad wa hum ahya la yu'minunna bihi wa la yansurunnahu. Atë pra i ka marrë besën populli që nëse dërgohet Muhamedi dhe ata janë gjallë, t'i besojnë atij dhe ta përkrahin dhe ta ndihmojnë atë. Pra, nga kjo që tham, tregohet që të gjithë pejgamberët janë përgëzuar me të dhe janë urdhëruar që ta pasojnë. Ka thënë Ibrahimi a.s. kur është lutur për banorët e Mekës, tek sura Bekare 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. O Zoti ynë, dërgo tek ata një të dërguar nga mesi i tyre, që t'u lexoj shpalljet e tua, t'u mësoj librin dhe urtësinë, e t'i pastroj. Vërtet ti je i plot fuqishmi dhe i urti. Transmeton Imam Ahmedi nga Ebu Umame radiallahu anhu, ka thënë, Kultu ja Rasul Allah, thash, o i dërguari i Allahut, ma kana badu amrik, cili ishte fillimi i çështjes tënde? Qal, dawatu abi Ibrahim, lutja e babait tim Ibrahimit, wa bushra Isa, përgëzimi i Isait, wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nur adaat lahu qusur ash-Sham, dhe pa nëna ime që doli prej saj një dritë që ndriçoi kështjellat e Shamit. Dhe kjo ishte, këto lajme që tham, ishte mes njerëzve. Pra kjo kuptim është që mes njerëzve u përhap kur Ibrahimi a.s. pra u lut dhe kur u përgëzua, por tek paria e lartë, tek melajket, çështja e tij ka qenë përpara se të krijohet raca njerëzore. Ka ardhur me transmetim nga Imam Ahmedi, nga Irbad ibn Sarje radiallahu anhu, ka thënë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, inni inda Allahi khatamun nabiyyin wa inna Adam lamundelijun fi tinatihi wa saunabbi'ukum bi awwali dhalik da'watu abi Ibrahim wa basharatu Isa bi wa ru'yatu ummi allati ra'at. Thot, unë jam
i fundit i pejgamberëve kur Ademi ishte akoma në baltën e tij. Dhe do t'ju lajmëroj me fillimin e kësaj, pra tek njerëzit. Pra kjo e para ishte, që thamë ke me lajket, të e dinin, dhe ishte që ai ishte i fundit, që kur Ademi nuk ishte krijuar, pra nuk ishte krijuar kjo racë, raca jonë, njerëzit, nuk ishte krijuar, ishte akoma në baltën e tij. Dhe lutja e Ibrahimit, babait i Ibrahimit, përgëzimi i Isait dhe ëndra e nënës së cilën ajo e pa. Transmeton Imam Ahmedi gjithashtu nga Mejsera, ka thënë, kultu ja Rasulullah, mata kunte nabiyyan, kur ti ishe pejgamber? Tha wa Adam bejna ruhi wal jasad, atëherë kur Ademi ishte mes shpirtit dhe trupit, pra para se të krijoj. Me isnadi është i mirë, pra zinxhiri është i mirë i këtij transmetimi. Ka transmetuar Ibn Shahin në Delail Nubuwe, ka thënë, hadithin e Abu Hurajras radhiyallahu anhu, është pyetur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mata wajabat laka an-nubuwa, pra kur të është përcaktuar sakt, si thënë, për kur është përcaktuar padyshim për ty pejgamberia. Tha, bejne khalqi Adem o nefhi ruhi fi, pra atër para se të krijoj Ademin dhe t'i futej shpirti atij. Në një transmetim tjetër, wa Adem munjedilun fi tinihi, ose fi tinetihi, pra Ademi ishte akoma në baltë. Warawa transmeton nga Abdullah ibn Abbasi, thuhet jo dërguari i Allahut kur ishte pejgamber, tha wa Adem bejnë ruhi wal jasad, pra të gjitha këto transmetime janë me të njëjtin kuptim. Ashtu, tani kurse në lidhje me xhinët dhe me fallxhorët, po këta nga e morën vesh dhe nga e ditën, dhe si u përhap lajmi para se të vinte Muhamedi alayhis salam, këto fallxhorët e arabëve në këtë kohë pan tek xhinët e tyre pan një lloj ndryshimi. Dhe normalisht ju e dini që do vijë dhe hadithi, do ta përmendim hadithin, por themi kuptimin një herë. Allahu subhanahu wa taala kur do të urdhëroj një çështje, bëjnë tasbih banorët e qiellit dhe nga ato me lajket që mbajnë arshin dhe pastaj deri në me lajket që vinë më poshtë dhe pyesin me lajket e qiellit të sipërm, pyesin ato që janë më lart, pra me lajket e qiellit 6, pyesin me lajket e qiellit 7 dhe thot çfarë tha Zoti juaj. Dhe ata i tregojnë urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ato që janë më poshtë i pyesin dhe ato ua tregojnë derisa vinë tek me lajket e qiellit të dynjas. Dhe në këtë qiell Allahu ka lejuar që xhinët të hypin në mënyrët e tyre që i ka lejuar Allahu dhe të vjedhin nga këto informacione, nga këto lajme. Dhe në këtë moment që ata e marrin lajmin e përcjellin tek fallxhori dhe fallxhori e përzihen këtë lajm, e mbush me ato që do ai, me gënjeshtra, me formën e tij për të përfituar dhe u përcjell njerëzve. Pra, ajo që është e saktë është e vërtetë që ata kanë dëgjuar nga me lajket dhe pjesa tjetër pastaj është për t'i devijuar njerëzit që i përdorin ata, që janë gënjeshtrat e shumta që i thonë. Në këtë kohë ata panë një ngjarje të çuditshme që qielli, ndryshe nga sa ishte më parë, ishte i mbushur plot me roje dhe ishte i mbushur plot me yje që i godasin dhe i djegin këto.
Dhe atëherë ata, një pjesë e xhinëve me intuitën e tyre, kuptuan që Allahu subhanahu wa taala me këtë do të sjellë diçka të madhe në tokë. Nuk e dinin do të vinte gjë e keqe apo do të vinin gjë e mirë, si do ta lexojmë ka ajetet e surës Xhin. Por do të ndodhi. Dhe ka zbritur surja Xhin dhe unë ju këshilloj ta lexoni të gjithën dhe të kuptoni që Allahu subhanahu wa taala thot: "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Thuaj, më shpallur mua që ka dëgjuar një grup prej xhinëve dhe thanë ne dëgjuam një Kur'an që të habit. Aleikum selam. Yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Uzon tek e drejta dhe ne besuam në të dhe ne nuk i bëjmë ortak Zotit ton në asgjë. Pra do qëndrojmë të kjo pikë dhe do të sjellim argumentet që ka ndodhur para shpalljes, para ardhjes së dërguarit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ngjarja e madhe që ndodhi pra ishte kur thot Allahu azza wa jall në surën Xhin, pra fjalën e xhinëve: "Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba." Dhe ne hulumtuam në qiell dhe e gjetëm atë të mbushur me roje të shumta dhe me zjarr. "Wa anna kunna naq'udu maqa'ida lis-sam'." Dhe ne ishim që qëndronim dhe ulemi në vendet e dëgjimit. "Faman yastami' al-'ana yajid lahu shihaban rasada." Kush dëgjon sot do të gjej zjarrin që e godet. "Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada." Por ne nuk e dim, thot, a është e keqe që i vjen atyre që janë në tokë, apo ka desh Allahu, ka desh Zoti i tyre për ta udhëzim. Shikoj çam me çfarë edukate flasin, kur vjen puna për sherrin, e bëjnë veprusin të panjohur. Edukat me Allahun, kurse kur vjen puna për hajrin, thot deshi Zoti i tyre për ta udhëzim. Pra këta xhinët me anë të gjuhës së fallxorëve kanë transmetuar disa situata, disa ngjarje, të cilat janë të ruajtura në argumentet islame. Një nga këto hadithe është hadithi që e transmeton Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma dhe është në Sahihun e Buhariut. Thot Abdullah ibn Umar: "Ma sami'tu Umar li shay'in qat yaqul inni dhanantuhu kadha illa kana kama yadhunnu." Nuk kam dëgjuar Umerin, pra babain tim, që të thot mendoj se është kështu, vetëm se është ashtu siç thot ai. Pra Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë këtij sahabit nderuar një dritë dhe një intuit të madhe për ta gjetur të vërtetën dhe të saktën, dhe kjo është mirësi për Allahut për këtë sahab të nderuar. "Bainama Umarun jalis idh marra bihi rajulun jamil." Kur ai ishte i ulur, kaloi tek ai një burr i pashëm. "Faqala laqad akhta'a dhanni au inna hadha ala dinihi fil jahiliya." Nëse gabon mendimi im, thot, ky ka qenë në fenë e tij në kohën e jahilietit. "Au laqad kana kahinuhum", ose ka qenë fallxhori i tyre. "Alayya bir rajul", pra ma sillni këtë burr. Dhe e sollën aty dhe i thanë, pra atë që e dëgjuan njerëzit, dhe tha: "Ma ra'aytu al-yawma istuqbila bihi rajulun muslim." Nuk kam parë si sot që të pritet një burr musliman në këtë mënyrë.
Qale fa inni azimu alejke illa ma akhbartani. Unë ta kërkoj me ngulm që ti të më lajmërosh mua. Dhe thot, kuntu kahinuhum fil jahiliye. Unë isha fallxori i tyre në kohën e ignorancës. Qale fama a'jabu ma ja'at bik jinniyatuk. Cila është gjëja më e habitshme, thot Omeri, ajo që të ka sjell ty gjindja jote. Qal bainama ana yawmun fi suq, kur unë ecja një ditë në treg, ja'atni a'rifu fiha al-faza. Më erdhi, thot, dhe unë e dallova frikën tek ajo. Qalet alam tara al-jinna wa iblasaha wa ya'saha min ba'di inkasiha wa luhuquha bil qalasi wa ahlasiha. Thot, a nuk i ke parë gjinët dhe frikën dhe hutinë e tyre dhe dëshpërimin pas dështimit të tyre, pra ata kur kërkonin të merrnin lajme dhe e panë që kjo ishte e pamundur. Dhe waluhuqul qalasi bi ahlasiha, dhe vendosja e fres së deves kur është e re, pra i vendoset samari dhe vendoset ajo që nuk i hiqet më, që tregon që ata janë të detyruar të pasojnë arabët, pra to xhin janë detyruar të pasojnë arabët në fe, të besojnë këtë pejgamber dhe ta ndjekin. Dhe thot Umar radiallahu anhu, ka thënë të vërtetën. Thot bainama ana na'imun inda aliyatihim, kur kam qenë, thot, tek ato idhujt e tyre, idh jaa rajulun bi ijlin fa dhabahahu, vjen një burr me një viç dhe e therr atë. Fa sarakha bihi sarikhun lam asma sarikhan qat ashadda sautan minhu. Dhe vërtet dhe ulëret me një ulërim që nuk kam dëgjuar ndonjëherë. Pra, xhinët flasin në gojën e kafshëve, ashtu siç flisnin edhe në gojën e këtyre që tham, pra do të vijë edhe me zogjt. Dhe thot, ja gjelih, emrun najih, rajulun fasih, yaqulu la ilaha illa Allah. Dhe thot, o ti i paturp ose i pacip, pra që shfaq armiqësi hapur, gjeli, emrun najih, pra ka ndodhur një ngjarje e patjetërsueshme, një burr pra do të vi dhe do të thotë që është orator, do të thotë la ilaha illa Allah. Dhe ai është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, vazhduan njerëzit dhe thot Omeri, thot, nuk do ta lej pa parë çka ka pas kësaj. Pra, kjo ngjarje që ndodhi përsëri dhe thot Omeri radiallahu anhu, kjo ka qenë domethënë shkak edhe i islamit të tij më mbrapa. Gjithashtu, një transmetim tjetër nga Xhabir ibn Abdillah ka ardhur që i pari lajm që ka ardhur në Medinë me ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që një grua nga banorët e Medinës kishte atë prej xhinëve dhe i vjen në formën e zogut të bardhë dhe qëndron mbi mur dhe i thot asaj, a nuk po zbret tek ne të flasim dhe të na thuash dhe të na japësh lajme dhe ne të japim lajme ty?
I thot zogu asaj, që në realitet pra është gjin, innehu qad bu'itha nabiyyun bi Mekka harrama zina wa mana'a minna al-qarar. Është dërguar pejgamber në Mekë, i cili ka bërë haram immoralitetin dhe nuk na lën ne të qetë. Tani në lidhje me yjet, me zjarrin që i godet xhinët, a ka qenë kjo përpara ardhes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo ka ndodhur vetëm mas ardhes së dërguarit Allahut sallallahu alajhi wasallam? Shumica e dietarëve të selefëve janë që kjo ka qenë më përpara, por është shtuar me ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ajeti këtu vjen thot wa inna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat. Dhe ne pra hulumtuam qenë dhe gjetëm atë të mbushur. Pra ka qenë, por është mbushur më shumë dhe është siguruar në formë më të madhe. Dhe themi dhe hadithin e fundit në lidhje me këtë, hadithin e Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, i cili ka thënë: akhbarani rajulu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, më ka lajmëruar një burr nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga ansarët, që ndërkohë që ata ishin të ulur një natë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, rumia bi nejmin fastanar, pra ra një yll dhe bëri dritë. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u tha atyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: madha kuntum taquluna fil jahiliye, çfarë thoshit në kohën e ignorancës, nëse goditej me diçka e tillë, pra shikonin diçka të tillë. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, thanë Allahu dhe dërguari i tij e din më së miri. Kunna naqul, ishim që thonim, është lindur sot një burr i madh apo ka vdekur sot një burr i madh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: fa inna la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Ato nuk goditen për vdekjen e dikujt apo për lindjen e tij. Walakin Rabbuna tabaraka wa taala ismuhu, por Zoti ynë që është i lartë madhërueshëm, emri i tij, kur dëshiron, kur cakton një urdhër, sabbaha hamalatul arsh, bëjnë tasbih mbajtësit e arshit. Thumma sabbaha ahlu as-samaa, pasa bëjnë tasbih banorët e qiellit, alladhina yalunhum, të cilët janë më poshtë, hatta yablugha tasbih ahlu hadhihi as-samaa, derisa të arrijë tasbihu në qiellin ton, pra në këtë qiell të dynjas. Thumma qala alladhina yaluna hamalat al-arsh li hamalat al-arsh. I thon ata që janë poshtë mbajtësit të arshit atyre: madha qala rabbukum, çfarë tha Zoti juaj? Fe yukhbirunahum, i lajmërojnë ata me të. Dhe vazhdojnë të lajmërojnë ata që janë më poshtë, derisa të arrijë haberi në qiellin e dynjas. Dhe e marrin atë xhinët që e dëgjojnë, pra, që e vjedhin dëgjimin, fe yakdhifun ila awliyahim, hedhin atë tek miqtë e tyre, pra fallxorët, o yarmun bihi fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa al-haq. Çfarë vjen në atë formën e saj, ajo është e vërtet. Walakinnahum, por sa ata yakrifuna fihi wa yazidun, gënjejnë dhe e përzin dhe e shtojnë. Pra kjo ishte hadithi në lidhje me lajmet të cilat fallxorët i marrin nga xhinët, dhe ato argumente që tham, besoj janë të mjaftueshëm për treguar që përpara shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall bëri që të kishte lajme, dhe kjo të bëhej shkak për njerëzit e zgjuar dhe me intuit që të kuptojnë që ai që po vjen është me të vërtet
i dërguar i Allahut dhe ta ndjekin dhe ta pasojnë atë. Në mësimin e ardhshëm inshallah do të themi argumentat e shkruara në Teurat dhe Injil dhe historinë e Selman el Farisit. Allahu qoftë i kënaqur me të, pasi treguam mësimin e kaluar për historinë e Zeid ibn Amr ibn Nufail, për të treguar që ardhja e këtij pejgamberi ka lënë gjurmë dhe është treguar dhe argumentet janë të shumta edhe para dhe pas shpalljes. Allahu na dhënë sukses që ta ndjekim këtë të dërguar derisa kemi jetë, dhe të na bashkojë Allahu i madhëruar me këtë dhe me të gjithë të dërguarit në xhenet. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.